Bomba Hesono, bomba nuk po e filloj kështu se zakonisht jeni plot nëpër Instagram, po e filloj me një lajm super të trisht. Brazili pjesa parë po hum me Japoninë 0-1. Qa do bëjmë brazilian pjesën e dytë? Raundi 32, marrun të gjitha grupet. Brazili 0-1, Kanadaja doli dje në 16. Do dalim Brazili? Nuk e di. Tjetra, ai gomari i Ilirit se ku amshe nuk e di vlla. Më ka thënë se do kthehet, po s'ka ma karrige. Se no, përshnesim fratelë, po si e ma për këtë sport, mos vinë keq. Du fort e gjitha. Qa do ndodhin me Dark Horse Marokon tim? Maroko luan sot në orën 3 të mesit me Hollandën. Hollandes me maroken nuk shkojnë mirë, sepse ka shumë maroken në Hollandë, që kanë hik një sojsin e shqiptarë në klandestin. Nuk e di që do ndodh, unë jam me Marokon. DJ Dua, si mendon ti? DJ Dua thot, rri urtë e rëgjerë se s'jam për këtë sport asur. Respekte DJ Dua, para se të bim një super të ftum sot, po një ftum që unë mendoj është the Albanian version of Hugh Hefner. Po, the Albanian version, verzioni shqiptar i Hugh Hefner, founder of Playboy. Ky nuk I ka ato Playboy, qëtu po është super heartthrob. Para se të shkojmë aty, vetëm 2 pikat vogla për protestën. Ej, po sigur keni shku me pushime. Qa ka nuk? Ku ka shku? Keni shku me pushime, ma ban Brady me dorë, jo, këtu jemi. Por e Brady se jetë e puna e bishti, do të bangër bukën e gojzër ti, nuk ka kush, bani erë në muj, edhe dalin në rëpë, po jo çdo ditë keni ngell aty, tu angër sanduiqa ju të shkret, a kupton, kalojën 2 natë s'ka herë, edhe m'bjen zor, kaloj edhe mos me m'pa, kaloj, këshu, o zot. Po ju deputet mazhërancës o vlla, ju si s'kam pa njeni me ma qëndrim, përveç njenit, asa emrin nuk ja di, Bidua, si e ka e vlla, ashtu, gatin sa se rafen shkretin që hynin turm. Po ku jeni ju tjerë të vlla? A keni frikë se po humni naj followersa? Apo keni lexu naj gja, Ku jeni ju deputet, ku jeni? Nuk po ju shof, mani qëndrime më shoku jem, Der tash kena pa vetëm këto deputet që janë kundra Rams. Ku jeni ju ndaj kryeministrit, ndaj liderit tuaj të Partisë Socialiste? Çoni fije, mani qëndrime, se kam pa vetëm i kryetar bashkie der tash që mani qëndrime. Edhe ai është Pirindreu, Roft, Lezha, që po e mani fije e Forten, Ku jeni ju, kryetarët e bashkisë tjetër, se s'kam pa, Benet Beci, e ju tjerë se as ju di emrat as I gja, se kanë ndruar shumë që nuk e kam iden, ku jeni? Dilni ma vllai fije, mroni I fije shpinë tuaj. Ato thojnë, Rama ik, ne thojmë Rama rri, ku jeni ju protestuesi që thojmë Rama rri, Ku? So ju shof. E heqim këtë temë tani, kthena te tema e atij që fola. Një super të ftum kam unë këtu sot, ai është I vetmi njeri që ka opinionet e ndame me spat. Nëse unë I kam me të ra me spat, ky pret qafen me spat. Është I vetmi njeri që flet për çdo gjë, dhe është me kulturë, e kundërta e imja. Se unë jam kështu, tralala, si I çmen. Kurse ky është I edukum, ky I man qëndrimet, nuk ofendon. Po sa herë kanë ofendu në opinione edhe ka thënë, zonjë, t'lutem, zotëri, t'lutem, si t'jem unë vetëm qereku I këtine dhe ishte mirë. Me gjithë kënaqësinë time, është një shok shumë I mirë dhe I ri imi, ai quhet Bruno Shemsho. Ku je bish? Po, që të bakë shumë, opa? Ka filluar palestra. Ova, a jem Amerikan t'i kom t'i nduke? Edhe këtë, Australia, Union Jack. Nice. Faktën që të Kjo është Australia ose New Zealand, një nga ato? Kjo është New Zealand. New Zealand, po e vunar e se më duket ka më pak hyrje se Australia. Mirë se erdhe vlla, ta di shumë për nerë. Jam krenar vlla se nuk para vinë shumë të podcasti jem. S'kan faje. Je pak pa filtra si shumë. Qa të bëjmë o vlla jem? Po kjo është jetë, o shoku jem. Nese kur t'ikim nga kjo botë, do mojmë men ato që mendojmë. Jo ato që thamë. Duhet të mbajmë qëndrim. Po si t'ka mirë? Mirë, këto kohë I zëm pak me punë, po mirë në përgjithësi. Kemi lënë pak rrjetet sociale dhe medjen më njanë, po bëjmë pak pushim momentalisht. Po mu nuk më duket ashtu, sepse ti në rrjetet sociale je goxha aktiv.
te Me atë palestra, timen po. me opinione shumë të forta. O zemra, po shkruan shumë mërvllata ato kapsione, duhet me ble 2 palë syze me i lexu. Po shkruaj çik më poshtë. E di sa veta ma ka thënë këto. O vlla, mano vlla. Me thonë më mirë thuaje me z, se sa të shkruash, e pra. Me titull e shkruaj aty poshtë. Ose merrin telefon tan. Jam njeri që shkruaj shumë, prandaj dhe kam çik problem. Dhe shoqëria më thotë shpesh, ore, mos i shkruaj ato se nuk i lexon njeri, nuk ka nerv. Po unë e bëj për ata që duan të lexojnë. Sinqerisht unë këtu nifem për njeriu se çdo të thum që bi këtu, them sa krenar jam për ty, sa mirë. E pastaj shan. I bie. Sinqerisht jam krenar që të kam këtu, edhe një jem super mirë. Pse? Se e ndjej e vlla, nuk ka respekti, nuk ekziston si e ai mirë me fjalë. E ndjen ose ndjen, kështu jam unë. Po ti isha atje brenda? Atje brenda unë lakër. Isha vlla, po ti ishe ti. Po pra, po ti ishe ti aty mbrëm. Po ças kishte no? Jo po. Ti prap ke atë respektin që budallet ja lëshon rrugën. Edhe të më shosh rrugën. Si Alesio, Alesio ka stil po. Alesio, më lëshon rrugën. E vërare. Ke çmend thotë, hapi rrugën budallës. Unë e kam ndjekur dhe rrugëtimin dhe kam komentuar, madje kam vëre i pari që ishe një shikues i rregull ti podcast-it ton dhe madje edhe komentoje. Po unë jam shumë detajist dhe shikoj shpesh komente dhe kam te grup chati dhe i them Julit, se më tha Juli që të njifte, e them unë, shikoj atë komente tashun ky ka qenë ndjekës i rregull dhe madje ka shkruar që do futem në këtë datë dhe do shikosh kush do futet fituesi. Po, unë kam analizuar që sa hyre, prandaj. Ka një pjesë dashur miq, ka një pjesë që në fakt e shkrushin kur do futet finalisti, a e kemi finalistin mes nesh, ishte të podcasti i Brunos, i Julit, i Gerta Gixharit e tjerave. Edhe shkrushin kur det, finalisti shkrusha, unë nuk ka hyrë akoma, pritni me këtë da që adonolli. Edhe pastaj ke thënë 2+2 bëjmë 5, nuk bëjmë 4, se unë s'do na fitu. Po pra. I keni balli ju lëndëri. Unë e prisja, po pra, e prisja shumë, do me dhe që do vende në atë forum, po pate një rrugëtim në atë timen që unë e shikoj të suksesshëm, le të themi. Prandaj jam këtu për respekt mbi të gjitha, po gjithashtu sepse për mua ishte një personazh i cili solli risi, solli një njeri pa filtra, solli një njeri i cili me ato lëmshet e veta, me atë mënyrën si bënte gjërat përsëri mbijetoi deri në finale. Si ti si unë jena kështu me spat kres, atë marrim çikajer vlla. DJ Dua. Ç'a do pish? Tani unë jam një super tifoz i Hendrixit. Baj Krako dhe baj Dua kafe. Shkoni gjithë baret, furnizojeni barin tuj me pijen më origjinale. Mos i merrni aty ku mushën në Ballshë, e kështu venesh, në Shkodër e kështu. Merrni tamam origjinale që vijnë nga jashtë. Nga Krako dhe Dua, Hendrixu. Un jam për Hendrix. Edhe unë normalisht për Hendrix. Je, super. Mos shikoj që vetëm palestër. 2 gotë më akull me Kastravece që na i ka kthy mbrapsht Senaja, edhe jemi gati për një super episod. Bruno, flasim çik për futboll. Brazili për momentin e hapa këtë lloj episodit me një lajm trisht. Brazili po humbë dha pjesa parë. Si të duk pjesa parë? Ti je një tifoz me sa shikoj futbollit. Jashmase. Je një ndjekës i rregullt, kurse unë nga ana tjetër i kam lënë çik më njëna ato gjëra. Po, Të them drejtën, po. Total, Po, nuk e bëj dot të dalë të flas për diçka të cilën nuk jam i aftë që ta bëj në mënyrë perfekte, jo. Ose e bëj mirë ose se bëj fare. Pra futbollin ti e njeh? Unë e njoh. Luaj calcetto me çunat. Po, në këtë rast, s'kene koment. Nuk kam ndonjë koment, por kam vëre që këto skuadrat që nuk priteshin po surprizojnë, me sa kam parë edhe nga komentet të ndryshme që po bëjnë. 9 ekipe afrikane s'kan ol kur ndonjëherë. Një na hiku dje. 8 kanë gjetër. Një nga një hikin, një nga një ta. Po vrapojnë shumë ato. Kanë muskuj tepër. Po. Total. Na thuj çik, lindur në Delvin. Po. Marraj para kangen. O moj Delvin, si është ajo këngë? Moj Saranda, moj Delvin. Moj Saranda. Po më pëlqeu që the Delvin të parë. Delvin. Po mirë tani. Saranda Delvin aty, jam bashkë. Afër janë, jo më bashkë janë. Janë si Tirana Durrësi zakonisht. Si Lezhë, Shkodër, vlla e motër, Po, vlla e motër. Jeni njësoj. Ati. Delvin Sarand? Ne më përpara quheshim Trojan. Trojan. Po, Trojan. Se dalloheshim për pjesën që ishim pak më të fuqishëm, pak më të egër, thuaj. Atëherë, po tani me civilizimin, me ardhje në Tiranë, të gjithë jemi ambientuar këtu, kështu që. Po. Po na thuaj diçka të bukur nga Delvina. Çka ka Delvina që shkoi një person si puna jeme, që ka shkuar vetëm Sarandë jo në Delvin. Pse të shkojnë në Delvin?
pse të shkosh në Delvin, përveç historisë dhe faktin që normalisht ke kala aty, është i rrethuar nga male të ndryshme, e ke edhe 15 minuta larg nga Saranda. Dhe në qoftë se ti nuk do që të vuash nga ato çmimet e larta goditse 250 euro nata dhe trafiku, 15 minuta larg është Delvina, edhe i gjen shtëpit me një çmim të paktën 4 fish më pak. Domethënë dhe janë ambiente komode të drejtën. Përveç kësaj është edhe afër Syri Kaltër. Po. Ke qenë Syri Kaltër? Po, s'kam qenë valla. Mrekulli e vërtet. Kam këtu myt më duket. Pse u hodhe brenda? Maksimumi shkova te i lum që ishte sa djali jem kaq edhe kujtova se u myt apo jo, më thanë mos u mërcit se është ajo tjetra. Po të nxjerr dhe lart. Tjetra, mos u mërcit se çon pri te Syri Kaltër tu e më nxertën thep, kështu që mos u mërcit. Të nxjerrte rrugë të shkurtër. Mos u mërcit ta. Është në rregull. Ej, kjo Hendriksi vëlla nuk e ke idenë se si është. Është pije e preferuar. Unë jam pijetar, pijedashës, dhe unë i njoh pijet origjinale tamam siç duhen me ken. Kemi një super Thomas Henry ujtonik me pak sheqer. Bruno, unë e pi çik pak. Ti do shumë pak. Pak dhe mua. E po më thuaj burje ke surprizu për mirë të podcasti me tamë vërtetën. Ishe shumë i edukum më vlla, siç prezantova. Ku e gjen kët edukat për shembull, kur një person në panel çon zanin ose është çik allegro, mistrec ose mistrece, ti thon fal, të lutem, a mund të flas se gjej do të na ashtu. Të moti motra, a ke mundsi? Si ka mundsi? Na mëso i çik nga ajo. Atëherë, unë kohën time televizive e ka marrë këto 5 vitet e fundit plot. Tani po që morëm energji. Shumë energji. Super Kastraveci njerë i Senos. Ky është i Senos. E ka prova posta fat direkt se ku am shej nuk e di. E kam pas vëmendje siç po thosha 5 vite rresht. Edhe nuk është se dua që të bie kamera gjithmonë edhe të flas më shumë nga ç'duhet. Domethënë mundohem thjesht që të ruaj qetësinë, mos të ofendoj askënd, sepse në fundit unë nuk jam lojtar aty brenda për atë që po flas. Por jam thjesht një opinionist. Opinionisti këtë bën, krijon vija të ndryshme mendimi që të vendos në pikpyetje rrugëtimin e X banori. Dhe në të njëjtën kohë dhe audiencën ta baj ndezur. Ky podcasti juaj Big Huja me zot Flashin me forma bursa aty ke pas edhe shipe. Se kam parë shpesh këtë koment. Kertën o zot, Slashin me forma frate. Kanë eksperiencën e Bigut prandaj. Bigu të bën këtë që të mban pak brenda dhe mendojnë se eksperjenca e tyre është e njëjtë siç është eksperienca jote dikujt tjetër dhe fillojnë të bëjnë krahasime. Gjë që unë se bëj dot sepse fatmirësisht dhe fatkeqësisht në një kohë nuk kam qenë pjesë e atij rrugëtimi. Edhe kam vëre që shpesh dhe njerëzit ngatrojnë që kanë folaj shumë për atë lloj formati, sa që shpesh më thonin dhe në rrugë, isha me shoqërinë, ore ke qenë në Big Ti? Jo, sepse nuk mbajnë mend që 5 vite më parë kam qenë në një emision si përputhen në këtë rast. Po pse bëhesh kaq modest më vllai jem? Sepse unë kam vure shumë edhe te sezoni 3 i përputhen. Dhe ti zotni ke kënë shumë i sjellshëm me latje. Nuk ke shajt një herë, nuk ke ofendu një herë. Ke marrë qëndrimin tënd. Pra, jepi çik kredibilitet vetes. Këtë po du me të thonë që prezantova si ka teknikat e tyre njeriu. Po pra e ke të lindën e ke mësuar si. Normal edukatën e kemi marrë nga familja, domethënë mami im është mbi 35 vite tashmë në arsim. Mashallah. Edhe normalisht mamin e Brunos respekte. Edhe normalisht më ka dhënë si thua atë lloj edukate, durimi si të thuash, edhe shpesh edhe më kritikon në daljet e mia. Po i ndruam mos, pive timen. Më fal. I ndruam. Më fal. Qeki nga cmim, qeki Robert, ç'na bëre më. Më fal, pa dashje. Ej, o zemra, na bjerë i pip tjetër, o shpirti. Bisha ka. O DJ Dua, i pip tjetër, se unë isha të mos më ngacmove, dhe qa bën kytash. Do i marrim qaf qunë, do më thëmë pos barazoj Brazili. Më falë, dhe si isha të vure, atë DJ Dua. Respekte. Që do me thënë kjo, a je këshu besimtar të këto thënjet e menqëra kineze në gjak këshu? Jo, të thënjet e menqëra kineze jo, po tek pjesa që dikush pi nga Kallami jut është çik provokim. Po, e thash, filloi e bëri Big Brother dhe këtu ky. Mira ti ngacmon, po me mua ç'pati. Kishte Vini Junior o vlla. Edukata, po, edhe në të njëjtën kohë, shiko, nuk kam pasur shumë
individ të cilët s'mund t'i menaxhoja me qetësi. E kupton? Sepse nëse dikush vërtet, se unë vija re, edhe kur ti për shembull agravohesh ose bërtisje, shikoj të tjerë që intimidohesh ose kështu, duhet i qeshësh njerëzve, duhet të ishte mënyra jeme më për me largu. Prandaj po them për t'i larguar, po unë për shembull do bëja më keq me stil që të ta afrohesh, a kupton, të bëja çik të intimidohesh ti, do ta kthej me të njëjtën monedhë, po jo me ofendime, kupton, në mënyrën time. Edhe këtë strategji kam ndjekur si të thuash edhe në një reality show që kam që pjesëmarrës. Gol, u bë goli. E shikon që avlejti ajo lëvizje që bëre. Respekte për çunat e Astirit vlla se morën telefon çfarës, Robert na jep në shenjë bukur për pjesën e dytë. Ose Deli Orgjit, po Deli Orgjit s'para ka shumë. Deli Orgji janë si puna ime, nuk ndjej. Bruno Shemsha. Po. Në çdo dalje televizive je artist. Po du më unalë qik të historia jote e përputhen. Dole i dashurum fratega. A ishte dashuri me shikim par, apo dashuri me menje dytë? E thellë kjo? Po? Dashuri me menje të dytë, nuk po, po. Ishte. Shiko, çdo gjë aty bëhet për një arsye. Për një çun si puna ime, normalisht nuk futem patjetër të gjej partneren e jetës, sepse normalisht kemi pasur vërdall dhe marrëdhënie të tjera dhe njerëz që na kanë dashur edhe që i kemi dashur, por u futa me synimin e televizionit që kanë pasur ëndër të madhe. Dhe siç hyra me atë lloj energjie që njerëzit u dashuruan si thua pas ekranit duke më parë për ato kohë që isha aty, me atë energji doja të dilja. Edhe normalisht pash që shumë individ kishin një energji të errët, se unë si shumë me energji. Kështu që mendova të zgjidhja më mirë, aty ku gjeta më mirë që dhe në thonjza të bëja mirë edhe të merja mirë, se kështu duhet jetë marrëdhëniet. Kështu që dola çift në një gocë nga Shkodra. Po, Shkodrane. E respektojmë, s'po i bëjmë më shumë famë se ka. Por me te çanolli se lexova online para se të bëja këtë episod për me marrë këto homework që në anglisht. Detyrat e shtëpisë. Edhe më duket që kishe thënë që unë du vetëm i gocë mirë, nuk du i gocë kështu kthjellun. Shiko, reflektorët... We don't love them house! Reflektorët e kamerave shpesh në për emisione të bëjnë që të humbasësh rrugën. Po, edhe sidomos në qoftë se nuk e i përgatitur. Unë para se të kisha atë eksperiencë nga modelingu dhe nga reklamat që bëjnë përpara, e kisha marrë çik atë esencën e të vras drita e kamerave. Kurse ata që janë në fillim e kanë pak të vështirë të mësojnë me atë. Edhe normalisht fama të bën që të japësh deklarata që s'duhet, të nxitohesh në deklarata. Dhe unë duke qenë një djalë komplet ndryshe, u detyrova që të shkëputesha disi nga ajo lloj Sa ne të bashkë? 2 muaj. 2 muaj? 2 muaj. Mu duk sikur ishte më gjatë lidhja juaj. Apo ndoshta e përjetuam ne? Ndoshta, shiko, ka pasur shumë lot, shumë gëzim në të njëjtën kohë tek ato episode që nëse shiko çfarë vura re unë, do ta them këtë. Vura re që ka pasur klikime mbi 1 milion në për episodet brenda 24 orëve në YouTube. Gjë që tashmë e arrin vetëm një format si thua si Big Brotheri. Ose po i bleve si Gjesti. Në klikime. Me këndim thua ti? Me këndim si do. Shiko, dhe me kisha te klikimi i YouTube-it. Çse është i dikush që blen vlla është Gjesti. Ke plot. Dhe vllai vet DJ Zuzuku. Respekte nga Timbuktu. Shiko. Gjesti është artist të paktën aq sa është. Yes, kënon bukur, hajvan, kënon bukur, çetsoju. Se unë në Big Brother, shko, po të vështirë unë s'kam asnjë foto me fituesit e Big Brotherit. Asnjë? Ta asnjë viti. E keme kampionin e popullit. Kjo është një çaka. Çka popullit. E forta, sipas algoritmit, ajo foto që kemi bërë bashkë tek parti, kapi më shumë klikime se çdo foto tjetër që hodha unë, e ka me fakte, kupton? Dhe ta lidh edhe me pjesën tani të përputhenit që kemi qenë ne, kënga që ka dalë atje nga një ish kolegu im Erion Kukaj, e përshëndesim. Në 3 minuta vlla në YouTube, që është dhënë transmetim, ka kapur 750.000 klikime dhe 21.000 like. 3 minuta, përputhen. Nëse ti futesh tani shikon një këngë tjetër, do shikosh që s'ka pas 1/10, ama kap më shumë komente. Komente të tipit je mbret, je king, je Michael Jackson i më i ri,
Alban Skëndera ishte zero para teje, gjëra që janë fars edhe ofendojnë artistët e vërtet. Pra mu duk që ishi qik më gjatë se 2 muaj, ti the 2 muaj. Si unë datë, termat qia të mira. Jo, me konsensus. Konsensus? Po. Unë gjej komunikimin me çdo lloj individi. Normal. Po. Ishte... Pa hatërmbetje, pa gjë, ju uruam gjithë të mira një tjetrit, se cili rrugën e vet. Kush ishte ai që e bani lëvizjen e parë? Më fal. Lëvizjen e parë. Që unë datë. Që nuk shkon. Po, unë jam shumë gentleman, kështu që jo, unë e di si është e vërteta, po ja lë asaj se gocat e kanë zakonisht çikë siklet që do tregove më fort. Bravo, Po, përshëndetje. e kemi vuajtur shumë. Nuk po të përmenin emër mi emër se t'japim fam më shumë se duhet, po e rëndësishme pa emra duhet që zoti deri tani. Ka evaporu, nuk e shoh kun më. Shiko, jam I vetmi nga ai sezon, të paktën nga çunat, që ende jam në trend. Jam I disinfluencerëve, jam në çdo event. Je nish o vlla, ky është nish. Ju që, je nish o vlla, lene se di unë që jam të tanë. Emisioni jam e mbyllim kur dojmë, e fillojmë kur dojmë, të jam njëfë që të ipit jam. Ne jena për qefë, vlla, jena këtu më bartë e dua kafe. Me që fole, du për herë të parë, është një gjash, shumë e bukur për mu. Kam një super sponsor të ri, 8 Tank Shazemren, me të majtë kokë shu, nuk dija që ndronë, por 8 respekte, të duam fort pije energjike që e dojnë tanë diaspora, tanë shqiptarë. Përvojnë edhe atë blu pashe qerë, është super. Po unë përqenë kjo kuqja, respekte për të kuqtë. Shikon, 8 e kam pasur, po pra, politiko, satiro, komiko. Edhe në podcast. Qa keme këtë se të kam vërë, jo ta kthej podcastin, po bëjmë pyetje. Bëjmë pyetje Allah, unë po përne më vjen çudi, ç'ne ka që kundra popullit? Nuk jam kundra popullit, unë jam kundra atyre që kanë ardhur këtu nga vendet e tjera dhe më thonë mu sikur ç'a din për çdo ditë administrata e popullit ton shqiptar, din ato se si e pagujun atë, si quhet ajo, taksa vjetore e pallatit që s'pastrojnë as I gjatë, do më thënë këto mu, hiqe kyt, hiqe atë. Po rrini e vllanë Terezit tuaj, hajdeni për çef, bëni ndaj plazhe rrini, s'jam kundra unë, të jena të pastër. Por a ka një person më mirë se Edi Rama për momentin, nëse ka, jam e lunë me ty. Dhe unë nuk bëj si bëjnë këto protestuesat. Unë hymren. Do të ti mendon që nuk duhet të ndryshoj sistemi. Po nuk ka më të mirë vlla. Ai duhet më na një gjune, pra ne I shkruajta unë letrën. Por ku ka më mirë se ai, më thuaj ti mua. Shiko. Më thuaj më troç. Tani kush më ardh? Pyetje kam në këtë pikë, infrastruktura ka pasur ndonjë ndryshim në Shqipëri? Infrastruktura pozitiv. Perfekt. Kena rrugën që ecë nga si quhet ajo më? Nga Tirana vlla, paguam 2500 lekë, jam lesh për 20 minuta. Ma perfekt ska. Prit se do bëhet, Riviera, do bëhet Riviera e Veriut. Do të dish një deklaratë fort që ka dhënë kryeministri. Ka thënë nëse ai që është në krye nuk e bën vendin brenda 8 viteve, nuk do ta bëj kurrë. Me sa duket 8 vite kanë kaluar. Kështu ka thënë ai. Po pra. Respekte vlla, shtyri edhe 8 vjet tjerë sa po shkojnë 16. Du fort. Mos e lene çata të bruna se janë Terezi. Jo, në rregull jam, unë kesh citova deklaratën e tij, sa çdo gjë. Tani. Ajo hiku. Ka ardhur ndaj tjetër? Kush? Ç'di unë. Për ça? U ktheve prapë. Isha të thënë diçka, ajo që ta mush po. Po unë s'po e them, po e thash. E shikon. Ka ardhur ndaj tjetër? Shumë kanë ardhur dhe kanë ik. Po, Po jemi mirë, kështu që. Fejes mar vlla, dasëm. Jam I bindun. Po s'kam qef unë nga ato. Fejes mar vlla, fejes. Na bëj të kërcejmë. Do të kërcesh ti, po ç'ke organizoj një event nesër e ke gati eventin edhe bëj. Jeta është vetëm për trashëgimi, fratello. Atë jam shumë dakord. Merra për Ama nuk e bëj, unë e kam midis meje vajzës në fjalë dhe Zotit, nuk e kam meje vajzës dhe shtetit. E kuptoj. Jo, vetëm për ty. Po prapë. Në rregull je. Pa për momentin je single. No? Jam një marrëdhënie të komplikuar. Wow, marrëdhënie komplikum. Jo sikur ajo të treshi, po si kjo të shtata, se duhet 4 vjet kaluar. Mund ndoshta shohin të shtata? Përputhen shtat? Jo, qoftë asnjëherë, jo. S'bëhet llaf, Nuk them të njëjtat vende unë asnjëherë, ja, s'bet jam, ç'të bëj? Okej. E mbarova, unë tregova potencialin tim si çift. nuk do të dri gjithmonë dashnori I përjetshëm. Je përfol që do u fuçën mes të emisionit. Por prisha punën Bigut këtë vit që kaloi. Je përfol. Lene tash Idica Xhana. Është përfol që tu fute, po kur jam futun ka thënë, e skip këtë vit më mirë vitin tjetër. Imagjino të futet këtë vit prap futem unë, që unë s'marr pjesë.
Në la lefta, në la ga... Ma këtoj fija të kongë, la pa lefta s'futëm makunun. Tjerit pasër. Jepini. A do futesh? Kumë? Do bëj një tifozlek papam. Në qofë se bëhet një padrejtësi për ty, ne mos i mlelsh atë pakten 50 veta që kërkojnë punë me i pagu 20.000 lekë që nditë, më ardhë me pak gjartët e topi, me shku të topi, vla. Po, di këtë vërë, këtë ide ka në 4 të tjerë, kështu Vla, do po beni si ka mundësi shumë. nuk më shteti kush mu mërë, vla, më ardhë 50 veta me i mush prej leshe të shumë. Për çdo padrejtësi që më shba mu, noshta, se nuk e di. Noshta kam bëu më keq. Ti pasi puna Do futesh? juaj edhe imja nuk është se... Si? Do futesh Ku mor? te Bigu këtë vit? Tani... Jo. A preme, Nuk do futem. Zbat laf, Nuk timon. Asnjëherë. Pra do me majtë këtë status që ke një opinionist i denj, i sakt, Shiko, i edukum. mua më ka intriguar gjithmonë fakti që të isha pjesë e një formati të tillë ku tregon veten 24/7, që njerëzit normalisht të më njihnin për atë që jam dhe jo vetëm atë që mund t'i ofroj ekrani. Sa atje do s'do do dalesh në vetvete herë apo vonë. Çështja është që në qoftë se është për të bërë flokët vlla, i kam bërë gjatë laser way, kam Skeqa bërë më pa përfitu. hyrë, po. Po, e Në qoftë se është për të bërë gojën, e kam bërë përsëri tek sponsori që kanë ata Muskujt detalmeti. jetu i bë, Muskujt po i bëj, i kam bio shiqur nuk se zotit nuk pa gjen aty. gjëra. Këtë ta garantoj unë. Shiko, këtë kanë hall të gjithë. Se Nuk ndoshta gjen duhet të nuse. gjej dhe nusa atje brenda. Ato që e kanë gjetë nuk e di vlla, Kush e ka gjetur? nuk e di vlla. Më fol me emra. Shem të fol me vlla unë thjesht po them, nusa aty nuk gjen. Se vën dyshim. Shikon, nuk është ambient ku ti shkon për të gjetur nuse, nëse dashuria vjen normalisht, po atje për të fituar një kompeticion bashkëjetese me njerëz që janë të ndryshëm nga ty dhe ti nuk i honeb s'dot sepse do të marrin lekët. Kështu e konsideroj unë. Tan do Kështu që nëse mu me ti në marrë moment që lekët, zgjohesh të nuk do të kenë mendje të bësh puçi Pa, pa. puçi. Vetëm në qoftë se je Vjen falso. tukani, Po të pra, veshi, bau. ashtu duhet pra sepse ti je në kompeticion. Mua vinte çudi shpesh për shembull, bëje disa pyetje ti që janë pyetje për tema sociale, për shembull, në lidhje me seksualitetin ose çdo gjë. Vlla, çfarë orientimi seksual Po, ke pra, më vlla? Ja po- të pyesun ty çfarë orientimi seksual ke? Do ta tregoj sonde mbas kësaj. Heteroseksual vlla. Shu, është gjë shumë e thjeshtë vlla, pyet mu. Jo, un po të isha brenda në. Po, atë si moment, do thoj, më do ta pyese tregoj mua, sonte. Sonte ke punë. Po, Rruju do thoja. Ris gjuar në ndryshe. Ja prej troç. Po kështu është më për. Pa ata u prekshin, Po u nuk viktimizosh. intimidohem unë, e di pse se zonë e njoh veten, nuk kam hall unë të tillë. Unë edhe po pikasja njërin që ishte çik i lëvizshëm në atë aspekt, do i futesha në krevat në darkë. Do bëja të gjë ti se bëre. Po, do i Zbat futesha laf, për shaka, të shkoja çdo si do reagonte, ta intimidoja. Po çdo bësh atje në shtëpi, me këto do merresh. Po gjithsesi, Para mos se- i themi idet se na ikim për Pjesa vitin parë tjetër. e Brazilit iku, ne tani po marrojmë pjesën e parë tonë, para se të iku aty. Mi jep 3 emra të ish konkurrentëve në përputhjen 3 që ti je shok ose shoqe që i ke. Samiu, Bajo, Erioni, kam plot. 3, bo. Këto ishin 3 që të erdhën. Respekte, kjo ishte pjesa parë. Kur nuk mund të hikim pa me pjesën e parë, duke falendëruar sponsorin ton dashur që më vesh mu sa herë kam në super takim me kryeministrin. Suit House by JB. Respekte, keni gjuhë për Suit House by JB? Jo, po tani që dëgjova do vetë. Suit House by JB është vetëm me qira. Nuk i blen dot. Shkon vishës, top. Ti ke super skonto nga ana ime, një veshje ke fal, dytën e ke 2 fish. Kështu që respekte Suit House by bukur JB. kjo, Robsha. Respekte. Shifemi pjesën e dytë. Pjesa 2, La Bomba Podcast episodi 4. Jam këtu me heartthrob të Shqipërisë, Bruno Shepshun. Si ndihesh kur thot një person si puna jeme që je verzioni i Hugh Hefner për Shqipërinë? Who is Hugh Hefner? Hugh Hefner është founder i Playboy. Ja ato gocave të E revistave dëgjova unë Playboy që e kështu. fillim. Ja Se ashtu ngjaj qullur. si ai? Po, kështu. Relaxing. Çe kam në vaj. Ladies, hapi telefonin pakten goc, çun, goc. Mos e nxirr bojën. na. Ja, kjo ishte kompliment. Se sa merr njëri për seriozisht. po, Është kompliment fratello, gjash më thjesht. DJ Dua, kam dëshirë ta qeras Brunon me ginseng. Ginseng është një kafe e re italiane që po pushton botën. Se italianët e din për ushqime, për pije, për kështu, janë nana. Ginseng. Ginseng. E ka vetëm Dua kafe i Krakos. Është makineri, e merrni ashtu me qira, bini dakord e bleni, bani çfarë doni, bini telefon menaxherit shitjeve të Dua kafes. E shtyp,
është një kafe vllai jem me ginger që kur vjen 12 bin sheqernat, se automatikisht bin sheqernat, sidomos tani që është. Jen dietë, s'do më hangër buk, pap ja fudi ginseng me sheqer perfekt. Po ti je fiks për kështu i ditë ke këto. Pse s'besh instruktor palestre? Po, me zor po pres. Ma ka zënë një herë pranë. Ginseng. Kam qef. Do flasim për këtë pjesën e kësaj të kafes, sepse jam interesuar shumë. Mu vdes për kafe, prandaj. Ej, po pi energji ke konsumon? Jo. Jo shumë, më përpara po. E kemi pasur 82-shin te podcasti dhe ishte vetëm ja pije që pija, edhe normalisht më pëlqen shumë, po tani po e lë çik sheqerin, prandaj edhe kafen që e pije gjithmonë pa sheqer, prandaj. Më pi 3 kafe, 3, 4, 8 se dysha, sidomos të kushti herë. Unë 82 fillova pija atë boqellin që është zero sugar. Po? Ai më pëlqen dhe shumë, po e pash që ti këtu je pro të kuqes. Kam qefi fije sheqer. Pse ti ke? Kjo është super. Ato, Super, kjo. Çdo kush që ka provu kanë thënë papam. Po. Nice, super. Definitivt. Super. Du me prejt një temë delikate. Lexova online, se ti i din lajmet online i marrin. Ke pas një aksident. Au qaf tyra, a ishe në koma, nuk e di, po kur vuna re ishte i qarje këtu në ftyrë. Bruno, i kemi marrë të gjitha danat vlla, jam gazetar, unë taman, ju që nuk mendoni vlla që nuk jam gazetar. Radhe Rogerti pjesë e gjithë mashtrimit mediatik, Miqa, ka qenë një reklam, Roni. Ka qenë reklam. Ka qenë reklam dhe kam sqaruar, po vajti shumë klikime, filluan mediat atëherë, ka bërë aksident. Vlla, shiqyr që ke pështu, vlla. Kur du marrë me të pi kafe në vlla. Unë këtë këtë s'kuptoja, sepse ajo është reklama, ja vlen ta themi? Po, vlla. E Eurosigut, e cila transmetohet në top, ende. Eurosig, do jep na lek me që përmendni. Bëjmë shaka. Edhe që reklama Eurosigut, do unë tani nxjerr selfie unë me fytyrën, me kështu shenja, nxjerr makinën e prishur, e kupton? Po kjo është element që tregon dhe hodha shenjën e filmit te story. Shikoj unë vetë story 50 ca mi shikime, thash, të gjithë të shqetësuar. Unë para gjysmë ore kisha fol me të shtëpisë, më marrin telefon, je mirë, pam story, pam lajmet. Jo, moj tash jam mirë. Kështu që normalisht media i pret këto lajme, po unë isha mirë, i sqarova gjithë njerëzit që isha mirë, po lajmi ekziston ende në portale. Ekziston, pra nuk ka qenë pjesë e një reklame që ta dim. Po kam bërë aksident, tani që po kujtojmë, po jo në Shqipëri. Kam bërë në Texas, në autostradë me 6 korsi vlla. Po? Ka dal makina nga ajo e rrugës, nga që binte shumë shi, është batuar, edhe kam shpëtuar dhe madje kam video që kam qenë duke qeshur me të madhe kur dola nga dera. Po, se më kapi një... A shkove në spital atje? Kishi insurance? Të më masin kostumin. Apo s'kishi insurance? No, fare, qa insurance. Respekte për tonë Mora Uberin, vajta direkt. E New Yorkut vlla që marrin insurance as dalin asnjëherë në punë. Është mosh plot Amerika. Ishte eksperiencë e bukur. Bëra edhe një intervistë andaj në New York për shqiptarët e New Yorkut. Super eksperiencë, bro. Edhe e bukur aqe që kishte shumë shqiptarë që më njihnin, më përshëndesnin, i kam me video, kam fotot, po I never posted thing. Nuk kam postuar kur për shembull që më njohin atje, më njohin këtu, vetëm për faktin sepse e di që shqiptarët këtu kanë një xhelozi të sëmur ndaj njerëzve që mundohen për mirë. Këtu duhet ti shtypësh kokën që të duan. Si ka mundsi? Nuk e kam kuptuar këtë kur. Po ishi i mirë me këto, do të marrin për dobësi. Po ishi i keq, do të adhurojnë më shumë. Rogji nuk të shan asnjëherë dikush që është më mirë nga ty. A di çam bën përshtypje, hallalli ja baf zoti. Klevjo. Po. Doli duke shah, duke bën me libër shfijet. Tani është i ftuar në permisionet më të mira që ka Shqipëria e Kosova, edhe i herë pa e them hallalli ja baf zoti. Si ka mundsi? Ma shpjegon dot këtë ideologji se kjo do kalojnë te pjesa tjetër dhe e fundit që kemi me Brunën, që do jetë pjesa e medias. Si ka mundësi më valla? Atëherë Klevin unë e kam shok. E konsideroj shok për vetë faktin sepse është një person i cili më ka treguar anën e tij të vërtetë dhe në moment që ishte duke ofenduar e duke shahë për sepse për mendimin tim është ideal i lexuar, po normalisht shoqëria të çon për skuta të cilat nuk do i doje kurrë. Edhe unë mendoj që e meriton gjithë ato suksese dhe vëmendje që po merr tani, shpresoj ta menaxhoj më së miri. E kam parë që del flet shumë saktë edhe në emisionet për futbollin, për temat sociale që fillon edhe argumenton, e shoh që është i emocionuar kur del në për media tani dhe është në intervistat e parë sepse do të dalë shumë mirë, dhe për mendimin tim kjo e bën shumë njerëzor. Nuk e bën as arrogant. Njerëzor duket, njerëzor.
Edhe Duket mua më pëlqen. duket nga ai tipi që po i ders aty gjendet, po pati mundësi me timu. Ose në dush. Mirë, atje të gjaja. Nuk ta hap telefonin. E pra. Ring, telefon. Shaka, jo, është Tani, shumë Flori. je shpreh shumë që mediat këtu në Shqipëri janë shumë falca. Po. Po, Po e vërtet është. Kur thu media, thu shtëpi, botuse, media, televizore, gjana, po thu se mund quhem edhe në media. Po dhe unë media mund të Edhe ti quhem. Po. media. Qa quhen media? Ne jemi personazhe mediatik. Okej. Njerëzit të cilët krijojnë atë çka ne ofrojmë janë përgjegjës shumë të madh për çfarë i ofrojnë publikut. Okej. Dhe unë mendoj që të gjithë ne kemi një përgjegjësi shumë të madhe për atë çka i ofrojnë publikut. Ju në këtë rast keni marrë koston tuaj kur keni dalë ai emisioni me dhe i ke përjetuar çdo gjë besoj. Sharjet e gjitha, Po pra, i ke përjetuar. 380 block and report. Un kam 580 se për 580, çudi po. pas kam pas më shumë urrejti. Po, jo, po unë i duroj disa që thonë hajban legend që gjanash. Po këto që fillojnë e shajnë, pastaj këto janë kështu. Unë e kam të gjithë. Kanë edhe followsat mi. Që ja 200 i zbulova me protesten. Shiqyr, që nolli kjo gjë se pas kanë kot aty. Shikoj, njerëzit kështu testojnë. Në qoftë se ke një opinion ndryshe, mjafton kaq që të nxjerrin fytyrën e vërtetë. E sa veta kam testuar unë kështu. Më vlla, kjo është opinioni jem, kështu mendoj unë, o vlla. Po. Këto janë të marr, o vlla, këto janë kanë lut mend. Kalojnë në ofendojnë në familje, Si në ka mundësi më vlla? Po, unë për shembull nuk e kam problem. Po si nuk vjen kusht të fytyra këtu të ecën rrugë? Po, kam 14 vite mes Tiranës, kam pas njerë një situatë problematik. Mua njerëzit të gjithë më përqafojnë edhe kam një marrëdhënie super të mirë. E kupton? Nuk kam pas ndonjëherë probleme. Ama në komente dhe mesazhe vrer pafund. Thua ti çka ke vrarë, çka ke prerë në këtë vend. Fakt kam pas një plak me një burrin e saj. Po ecte sa më pau isha me senën. Sa më pau tha. Qa kemi motër i thash, qa ke? A do ujë, a do agullore, qa ke? Ma hiku, asë në të përgjigje. Va, e kam pas, vetëm atë e kam pas, një plak. Më thonin shpesh mua atëherë, flet kështu ti midis shoqërisë, se tha unë shpesh që popullisht deli, e kupton, ndonjëherë për krah gëzuar vëllai. Ndonjëherë për krah atë që s'duhet. Shumicën e rasteve. Edhe më thonin mua, po ti e thua midis nesh, nuk e thua do në televizion. Vudu në për story, në për emisione të ndryshme, të thoja të vërtetën, e kupton siç e mendoja unë. Edhe kur, shikoj një gjë që më pëlqen tek media, sidomos te media që si thua ka qenë zanafil për mua që të futja të dyja këmbët, që është topi në këtë rast, më ka pëlqyer që nuk më kam privuar kurrë që të them atë që mendoj. Po. Dashje pa dashje më ka lënë që të them një mendim edhe për një person X, të cilin ata mund ta kishin edhe favorit, mund ta kishin brenda strukturave të tyre, dhe përsëri më kanë lënë që të flas. E kupton, të them atë opinioni qoftë jo të pëlqyeshëm për të. Edhe unë mendoj që kjo është një hap shumë i mirë që e ruan, si thua, atë autenticitetin që media duhet të ketë gjithmonë. Kështu që më pëlqejnë për këtë pjesë. Por mendoj që si çdo strukturë ka nevojë për rimodelim, rinovim edhe futjen e ideve të reja pasi publiku është lodhur si të thuash me të njëjta telenovela pa krip, të cilat i shohim çdo ditë dhe nuk na çojnë gjakundi. Është e lehtë që të krijosh 30 account falso. Mund të krijoj unë që sot e të komentoj ty në çdo video ti je më i miri dhe në video që nuk je ti fare, je më i miri, je më i ashtu, më i kshu, më i ariri. Kot, është flusk sapuni, është diçka që nuk të sjell asnjë vlerë. Kështu që mendoj që duhet të kthehen prap tek ajo gjëja e vjetër. Bruno, ka kënë knatësi, po nuk do të leja kur, pa të bë pyetjen e funit. Me Mateon, ç'a ndodhi? Mateon, ç'a ndodhi? Cilin Mateo? Mateo që kam pas në Big Brother. Edhe shokun tënd. Që do të fuste në palestë. Ishim dikur. Të më kapte me fadrona. Shiko, unë më pëlqeu shumë intervista dhe në pjesën që nuk përmendeshin emra, po me qenë se zgjodet të fundit ta thoje. Po me emra. Se ishit njeks të rregullt. Unë kam qenë shok para se të isha unë në përputhen dhe ai në përputhen, sepse ka qenë në një agjensi modelingu që ka ardhur pas meje dhe mori pjesë, jemi njohur nëpër festa. Ka qenë një djalë që unë e kam suportuar në mënyrën time gjithmonë, sepse unë s'mund të humba autenticitetin, do bëjmë një fans
ose diçka e tillë. Nuk e bëm fat, nuk mund të pëlqesh dikën vetëm pra, se duhet me alshu. Do me thënë, nëse dikush përdor 3 fjali, unë do them përdor 3 fjali, nuk mund t'i shtoj unë në atë të vetën më shumë fjalë. Dhe ndoshta kam në disa deklarata të cilat e kanë prekur edhe normalisht nuk zgjodhi të më takonte siç e bëjnë. Deklarata për Brikenën? Për Brikenën më Mosha ka paqe edhe nuk e fol shumë negativisht për mua, sa nuk më ka pas shumë. Shiko, unë trosh muhabet negativisht në mënyrë që të ofendoj e të bëj nuk kam fol për askënd. Kam thënë kjo më pëlqen, kjo s'më pëlqen. Kur ke pas përballjen ti kam thënë që unë të isha në vend të ti do bëja të fundit. Pa. Kishte dal heroj, po se bani të. Shi, e kupton këtë i kam thënë, unë kam qenë me Jurin dhe i kam thënë. Bëj ta bëjnë tani që është jashtë. I kam thënë, nëse ai do bënte një veprim të tillë që ta godisë ose çfarë do lloj gjëje. Kishte dal heroj. Ai do dilte nga ndoshta na formati. E vërtet. Edhe nuk isha dakord me atë veprim. Pra të hoqi ai nga Instagrami? Më hoqi nga Instagrami pasi u pam te festa e topit u përqafuam, kemi bërë foto. I vogël. Edhe po Rikallini. Riki. Gjithsesi nuk i vë faj, është një moment që ndoshta do gjithë shkëlqimin për vete dhe nuk i vë faj, uroj gjithë të mirat përsëri, unë nuk mbaj natë. Thjesht në tavolinën time me këtë Hendrix nuk preferoj njëri tjetër. Jo. Kjo ishte La Bomba Podcast episode 4. Bruno, në gjatë fundit që do më i thanë ndjeksave që më shajnë sa herë nxerr këtë lloj videoje. Mendoj që Rogerti ka më tepër se çfarë ju mund të më imagjinoni. Domethënë është i paparashikueshëm, unë prisja që kur erdha këtu që mund të ishte ndonjë sketch, ndonjë gjë që të më vënte në pozit, por jo. U kënaqem shumë, është i paparashikueshëm dhe një djalë Flori. Kështu që mos e shani kot se nuk e keni nga të veni. Me Rogertin deri në fund. Fituesin e Big Brotherit. Korne. Respekte, ju përshëndesim 5 minutat e fundit Brazilit, edhe shihemi te episodi 5. Bye bye.